Kjo vote ju nga shkon këtë, kuq, voto këtë. Kjo gjendje është gjithë, këtu kena fli. Gjithë nervoz, vzdryj paj nervoz, petras policit. Ku shpesh ndërhyn policia, do më thonë është një kaos i vërtet. Kamionin mbeturina shumë herë ka pengesa. Të tuneli e kemi një problem serios për të kyqur për me hinë në lagjen tonë, ne du të presim ka gjysore se bot një kolon e madhe, ku shpesh ndërhyn policia, do më thonë është një kaos i vërtet i rregullimit të parkingjeve këto. Do më thonë, tu du të mu bo një rampë që me pas banor të hyres që e potencoj edhe kryetarja, të rregullohet një herë për gjithmonë, mos të përjetojmë që une si banor do të pres gjysore në tuneli për me mujtë më kyç, po është një drejtimshe këtë tunel dhe bot një kaos. Shpesh do të me arë policia Kosovës me intervenu për me më kyç. Në ndë, mendoj që është të rishikojnë të gjitha lejet, kush për kryetarit kërkoj për pari vra, të rishikojnë të gjitha lejet si janë dhënë dhe kush i ka marrë këtu lejet. Në basë sillave kritere, o bo banor rezident e ka marrë lejet. Edhe shumë të tjera probleme që ceki na i përkrajnë si banor kryetaret edhe shpresojnë që do të kanë mirë kuptim për komunës Prishtinës. Jemi mbledh këtu për shkak se si jena as pak të kënaqur, bëhet të lovijim gjithmonë kemi problem të zakonisht të kjo tunel si thojmi, aty bllokohen, ka 2-3 orë duna me prit, me ardhë deri në dyqan mund presin myshteria, zot na rujt me pas edhe na i smuta se ne bllokosh, edhe shkam për çka. Për këtë koti. Zgjedhja më mirë këtë rast, pasi që ka zgjedhja vetëm me këto parkim Prishtinën prej këtu me largu se këtu po parkon edhe makina tjera që vinë prej gjithë kafit. Edhe vinë parkon këtu, edhe shumica mandena i ka rënë fije pi fusin ku nuk ka gjoba, edhe të blokon. Ai parkim Prishtinës ka çka i bën. Vjen kishe policia e komunës. E komunitetit. Komunitetit ata po japi diçka letra, herë vinë, herë zvinë, ma shumë zvinë. Kështu që veç bot të lovi më zvet. Pa i do të mi hek parking Prishtinën edhe me bo një rampë vetëm na që këto të lagjes sonë me parku. Edhe s'keme pas problem. Se me të vërtet, unë shpesh më ka ndodhë si largo makirin se së po dalë. Tash unë e po duna me lonë punën, me lonë mishterit deri sa po largohen 2-3 tjetër në ajdi sa po vjen edhe aj tjetëri, po shkam më slomë 10-15 minuta, kur këthejna në dyqan, ka shku mishteria. Kitë ato më po më kushtojnë. Edhe banorët nësoj pa ankon, gjithë nervoz, vzdryj paj nervoz, petras policin, vjen shkërzen hodri, ai ka makinën me shen invalidit, edhe s'ka ku me lonë kerin, ajo vendi për invalid është gjithmonë në zonën, edhe që se ka shen invalid, ajo ka në zonë dikush, parking Prishtina s'lodhet, edhe kryesore ai pi merë parking Prishtina, ai jetë pa u bloku, ai banën katin e gjarë deri sa po shdryf, shpirt e din e ti, din edhe me shdryf o petë mirë, po kur për do të mund gjitë naltë, a i marë, as ka në lift, as kur gjo. Edhe ka probleme shëndetësore, edhe kërin s'ka ku e len, shpesh bëhet nervës, petras policin, në javë e len 100 ku liron dhe një ven, unë e ta afrej. Peso mjë shpesh jo më bësi këta, ma shumë përfitoj me parking, të kisha bu me pare, adhe që len për milion 100 hek makerin ti, hek makerin, hek mazi, të kisha punu si parking, ma nashti ma shumë pare, kisha fitu si fotograf. Problemi është mos funksionimi i rregullit. Atje e ke ndalohet, munale dhe veturat, se është rrugë që lëvizin veturat. Edhe parkingut 24 orë lajnë veturat këty. Jo, 2 minuta, 3 minuta, 5 minuta me denu policia për këtë shkelje të rregullit. Po është gabim shumë i rëndë se njëherë një javë, 2-3 javë, mujtë këndodhë, vjen njëherë, janë një gjobë dikuj dhe komplet vetura që të tash ngulfatët. Kamionin mbeturina shumë herë ka pengesa. Komplet këtë lagje, edhe naltë, edhe poshtë nuk muhet me kalu. E ku a problemi? Problemi është se nuk është bërë, as planifikimi si duhet, po as nuk respektuhet rregulli.
Njëjtën kohë ne kërkojmë, mu respektu rregulle e mu planifiku si duhet. Jo, ban plane këtu s'mu më gjitë kamionin bërllugut, i mbeturina. Shko, sa ngosht është. Duhet me hinë, na për gjelbrim atje, me dalë nalë. Dhe më në planifikim jo i duhun. I kumë përcjellë protestat e juja. A u ndërmor në herë në Isan? Përkohësisht. Janë shkurte, afat shkurte. Një javë, 2-3 ditë edhe prapë e njëjta gjendje, përsëritet. Nëse nuk ndërmirët kur gjo? Kur gjo, do të me këshyë qështu. Kjo vote ju një shkon këtë, poq, voto këtë. Mirë po, kjo është vish një paralajmërim, sepse në të kundërtën, si mbas banorëve, kanë me qenë të dhunshëm, kanë me dalë apet edhe nuk kanë mund dalë. Deri sa të zgjedhëm problemin. I kemi për shembull kontinerat katastrofë, ndriçimi publik mungojnë hapësirat gjelbruse. Asë një kriter nuk plotësohet për me shfrytzu hapësirën publike. Unë se di ka i marrin ato leje dhe qysh po veprojnë. Që ku e keni këtu? E kanë uzurpu krejt aborrin, nuk lejohet sen. Zhurmat e kafe. Pas orës 23 kemi hala ka, do me thonë, bizneset të pa disciplinuara që vazhdojnë me i terrorizu qytetarët. Do me thonë kjo është me madhe probleme, si pas shumë probleme të shumë ta ka kjo lagje, edhe mas problemi është, këtë problemet i mund veshi shurdhër i institucioneve, sepse nuk janë të vepru, ashtu si që kërkohet, ashtu si që janë zotu. Vota është përgjithësi, e ke marrë votën, e ke kërku besimin, e ke marrë, vazhdoj e punën. Mos i letë qytetarë në vend të sot, në ditë sotit ishtë dashtë komuna me i këshyr api mungën dikujna për shembull na i kusht elementar për jetes, jo me dalë për shkak të paknacive që po na e sjellin, me dalë në rrugë, me protestu. Kemi problemin me çmimorën e termokosit. Unë kur nuk pedi, ka arë kjo ide me u pagu edhe gypi jashtëm, ka vjen zemja. Kjo gjendje është gjithë, këtu kena fli, ka fli që bin me flejt, e kanë orarin e gjumit, edhe është e pamundshme me flejt, për shkak që mas shumë të viktimizohen fëmija dhe pleq në këtë zonë. Nuk e di deri kur kjo heshtje komunale.